Ora 8 e mëngjesit, data 1 maj, jemi te mali i Robit. Sot është dita ndërkombëtare e punëtorëve. Kudo nëpër botë protestohet. Edhe në Shqipëri, sipas kodit punës, kjo është një ditë pushimi zyrtare për të gjithë, në radhë parë për punëtorët. Mirë po në Shqipëri, anë mban Shqipëri, sot punëtorët punojnë, sidomos punëtorët e ndërtimit. Punojnë për oligarkët, punojnë për ata që pastrojnë parat e krimit të organizuar. Ne jemi një vend i sunduar nga një qeveri kleptokratësh, me në krye Edi Ramën, që nuk do t'ja di për njerëzit e punës. I përçmon ata. Nuk ju mundson të organizohen në sindikate, madje kryet ministri i vendit edhe i tall sa herë ka mundësi dhe u bën thirrje punëtorëve të vendeve tjera të vinë të zëvendësojnë ata që ai quan dembelët shqiptar. Ky është skandal. Sot punëtorët do duhet ishin protesta. Sot punëtorët do duhet të ngrinin zërin për të drejtat e tyre. Për faktin se në Shqipëri, sipas të gjitha të dhënave të studimeve, punohet më shumë orë pune në javë se kudo në Evropë dhe pagat janë nga më të ultat në Evropë. Lëvizja Bashk rreshtohet me krenari në krah të punëtorëve dhe ne zotohemi që me të hyrë në parlament do të bëjmë namin në mënyrë që të drejtat e punëtorëve të respektohen. Sot do duhet ishte një ditë proteste, sot do duhet ishte një ditë pushimi, mirëpo fatkeqësisht punëtorët këtu te mali i Robit, në Tiranë dhe kudo tjetër janë detyruar të punojnë pavarësisht se është në të drejtën e tyre të pushojnë dhe të protestojnë.